Kemi një ditë shumë të rëndësishme mbi ndikimet, sepse kemi dielli që takohet me Uranin për herë të parë në një kënd me ndikimin e madh tek binjakët, duke krijuar ndikime dhe përshtatshmëri mbi ndryshimet, por edhe për të bërë punën ashtu siç dihet në lidhje me takime, bisedime, ndryshime, më shenjët më përshtatshme që kanë bën janë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit të 10 vjeçit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me çështjet financiare që konsiderohen në ndikimin më të madh ose të pasur pak vëmendje nga pasditja të mos nxitohemi sepse dashi, gaforja, peshorja, britsjapi të 10 vjeçit parë kanë një ndikim shumë të madh në këtë aspekt. Por pikërisht kjo ditë ka shumë ndikime sepse edhe në lidhje me ndryshimet të mëdha që kanë bënë tani për tani, mbas orës 11:30 në orën 13:05 ka një ndikim shumë të madh sepse formohet një gjashtkëndësh midis Mërkurit nga binjakët dhe Saturni nga dashi. Kjo është një kënd që ndihmon shumë të organizimin